Në gjykatën e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Elbasan, çdo vit regjistrohen qindra raste të kërkesave për zgjidhje martese. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 645 çifte vendosën t'i japin fund martesës së tyre gjatë vitit 2025 në qarkun e Elbasanit, një shifër e cila ka ardhur në rritje krahasuar me vitin 2024, ku ishin 591 çifte që kërkuan divorcin. Sipas avokatëve, të cilët prej vitesh ndjekin raste të divorceve gjatë një viti në gjykatën e shkallës së parë në Elbasan, numri i rasteve të shqyrtuara shkon edhe në 1000. Janë shtuar numri i zgjidhjeve të martesave. Dhe realisht aktualisht në gjykatën e shkallës së parë në numër eksaktësisht mund ta ketë kancelari ose sekretaria gjyqësore në gjykatë, por në dijenin time duhet të jenë rreth 1100 çështje. Në Elbasan janë gratë ato të cilat po depozitojnë më tepër kërkesa për divorc. Shkaqet kryesore mbeten mospranimi i dhunës, ekonomia dhe humbja e respektit ndaj bashkëshortit ose bashkëshortes. Kërkesat për divorc janë nga gratë, bëhen nga gratë. Pasi problemi kryesor është dhuna, elementi i dhunës familje, dhunës psikologjike, ka ardhur një moment që është sosur pjesa e durimit dhe gjithë janë drejtuar gjykatës. Njëkohësisht përpos tyre janë edhe disa shoqata jo qeveritare, të cilat janë në mbrojtje të interesave të grave të dhunuara dhe edhe ato kanë me juristët e tyre hapin procese të kësaj natyre. Plotësimi i vakancave në gjykatën e Elbasanit me trupat e gjyqtarëve është reflektuar edhe tek koha e trajtimit të një çështjeje divorci. Avokati thotë se në rastet kur çiftet nuk kanë fëmijë, divorci mund të mbyllet në një periudhë kohore rreth 1 muaji. Në momentin kur çifti është drejtuar gjykatës për zgjidhur martesën, kuptohet që midis tyre marrëdhëniet nuk kanë qenë korrekte, marrëdhëniet e tyre nuk kanë qenë në atë nivel sa të vazhdojnë jetën e bashkë, ka humbur respekti reciprok, ka humbur jetesa përbashkët, ka humbur qëllimi për cilin ishte lidhur martesa dhe kryesisht janë konfliktuale. Edhe pse ka një rritje të lehtë të kërkesave që vijnë nga gratë që kanë status të ulët social, sërish në gjykatë mbizotërojnë kërkesat nga gratë, të cilat janë më të pavarura ekonomikisht.